nëse del thot në një takim për martes halal dhe nuk bëhet ajo martes, a lejohet me fol keq për personin fjalë, pra ose vajza për djalin, ose djali për vajzën, ose familjet e njëri tjetrit për palën tjetër. Kjo është haram. Kjo është haram. Kjo është haram. Nëse nuk është bë, njëna palë ka thonë jo, nuk kam interesim, nuk po përshtatëm. Tash as kjo palë tjetër si akmarrje, me fillu me shpif për tjetrën. Sepse në Islam nuk lejohet edhe nëse ka qenë i martuar dikush me dikan, edhe jo nda për X arsye, s'ka nevojë kërkush me shpif për askan me fol keq. Sepse ndodh që ty nuk pëlqen një cilësi, taj djali ose taj vajza, mirë po në të kundërtën dikujt tjetër i pëlqen. Prandaj s'ka nevojë kërkush me hakmarrë dhe me e nënçmu apo me shpif ose me fol keq për palën tjetër. Edhe nëse ka të keqe, prap nuk lejohet t'ja përmendesh. Heshte mbyllat muhabet aty.